Fort lumturi, etër të nderuar, vëllezër dhe motra më Krishtin. E premtja e madhe dhe e shenjtë është dita kur kisha qëndron përpara misterit të kryqit, jo për ta shpjeguar, por për më tepër për ta soditur. Është dita e përmbushjes së zbrazjes së birit dhe fjalës së Perëndis, dita e manifestimit të përbotshëm të përullësisë së skajshme dhe të dashurisë së pakufishme të Perëndis. Të gjitha këto ndodhin përmes një kalvari dhe një sërpësimesh të frikshme, ku çdo pjesë e trupit të Zotit tonë Jezu Krisht duroi çnderim për ne. Kryet gjëmbat, faqja pështymat, nofullat shuplakat, goja vrerin të përzierë me uthull, veshët, blasfemit e paturpshme, kurizi fshikullimin dhe dora kallamin, dhe në majtë të pësimeve me shtrirjen e trupit në kryq, duke i koshduar duart e këmbët e tij dhe duke i shpuar brinjen me shtiz. Këto pësime dhe për më tepër kryqi për ne të krishterët ortodoks janë froni i shfaqjes së lavdisë së Krishtit. Froni i atij që sot varet mbi dru, atij që vari dheun mbi ujëra, mbretit të ëngjëve, atij që veshi qiellin me re, atij që çliroi Adamin në Jordan, dhëndrit të kishës, të birit të virgjëreshës. Fron lavdie, sepse mbi këtë kryq na zbulohet Perëndia në madhështinë e tij të pashprehshme. Në dashurinë që nuk kërkon të imponohet, por thjesht na dhurohet. Në fuqinë që nuk do të sundoj, por thjesht të sakrifikohet për secilin prej nesh personalisht. Sepse Perëndia e të krishterëve ortodoks nuk është Perëndi që na shpëton nga distanca, as thjesht urdhëron, edhe pse mundej, por bëhet pjesë e tragjedisë së jetës sonë, hyn në errësirën e problemeve dhe plagëve tona, duke na mbështetur dhe më pas duke na dhënë fuqinë dhe mundësinë për të çliruar dhe për të shpëtuar. Por brenda këtij rrugëtimi të mundishëm por të lavdishëm, në orët e fundit të jetës së tij tokësore për mbi kryqin lart, mbreti i lavdisë tha fjalët e tij të fundit, 7 këshillat apo thënjet e hyjshme të Zotit Krisht. Fjalë të shkurtra, por me një thellësi të pafundme, në të cilat përmblidhet i gjithë misteri i shpëtimit dhe zbulohet rruga e jetës sonë. Këto thënie nuk mund të shkëputen nga njëra tjetra, sepse ato formojnë një udhë shpirtërore me stacione të përcaktuara dhe shumë të dobishme për jetën tonë shpirtërore. Thënia e parë e Zotit në kryq, shkëputur nga Ungjilli sipas Lukait, thotë kështu: Fali ata se nuk dinë se ç'bëjnë. Këtu fillon gjithçka. Kryqi nuk nis me dënim, por me falje, sepse Krishti nuk e shikon njeriu si armik, por si të sëmur, që nuk e kupton plotësisht atë që bën. Falja e tij është veprim hyjnor, por njëkohësisht edhe themel për jetën tonë shpirtërore, sepse pa falje ne do të mbetemi të mbyllur në vetvete, të lidhur në plagët tona. Kjo thënie apo porosi na mëson se shpëtimi fillon aty ku ne vendosim të mos hakmerremi, të mos dënojmë, të mos mbajmë mëri, por të falim edhe në rastet ku mund të na bëhet padrejtësi. Sepse vetë kryetari i jetës sonë, Zoti Krisht, i përgjigjet të keqes së njerëzve me falje, u përgjigjet si Zot i mëshirës dhe jo i dënimit, duke i këputur një herë për gjithmonë vargojnë të hakmarrjeve. Dhe kjo nuk është e lehtë, të gjithë e dim se sa e vështirë është të falim. Është kryq i rënd, por është dhe fillimi i lirisë së sonë. Thënien e dytë të Zotit e gjejmë tek Ungjilli sipas Lukait, e cila lidhet me kusarin e padrejtë të cilët i thotë se sot do të jesh me mua në parajs. Shohim se nga falja lind dhe buron shpresë. Një kusar në momentin e fundit hap zemrën dhe fiton parajsën.
Kjo tregon se Perëndia nuk na mat me të kaluarën tonë, por me predispozitën e zemrës sonë. Perëndia nuk pret që ne të bëhemi të përsosur që të na pranojë. Dhe se shpëtimi ynë nuk është thjesht një shpërblim i veprave tona, por është dhuratë prej së larti. Kusari që në momenti kur pranoi mëkatshmërinë e tij, bëri pohimin e pendimit dhe u bë i pari që vodhi metaforikisht si kusar parajsën. Mbretëria e Perëndisë mund të nisë deri në momentin më të skajshëm të errësirës sonë të brendshme. Perëndia nuk na shpëton në momentin tonë më të përsosur, sepse ai nuk shkon tek sukseset, tek duartrokitjet, tek arritjet, por tek dobësia jonë, vetmia jonë, ati ku të tjerët na braktisin, ku na tradhtojnë, apo kur na harrojnë. Por ngushëllimi më i madh është se na kujton Perëndia, ashtu si kusari i kërkoi që ta kujtonte në mbretërinë e tij. Dhe kur i thot Zoti me fjalën sot drejtuar kusarit, tregon me një hershmërinë e shpëtimit, ndërsa me fjalën bashkë me mua, tregon thelbin e tij që nuk kupton se parajsa nuk është vend, por kungim me Krishtin. Ky është gëzimi i madh, se nuk ka asnjëri të humbur për sa kohë që mund të kthehet. Por me zvuajtjesh në kryq, ai shqipton thënien e tretë, të cilën e gjejmë tek Ungjilli sipas Joanit, ku i drejtohet ky lindses dhe ungjillor theologut duke u thënë: Ja nëna jote, ja biri yt. Dua të bëj një parantezë të them se që nga momenti i arrestimit dhe deri në momentin e kryqëzimit të Zotit Krisht, vetëm pak njerëz i qëndruan pranë me besnikëri dhe pa frikë. Një fenomen i ngjashëm dhe me ne sot kur ndodhemi në një vështirësi. Pak njerëz të qëndrojnë pranë në andrallat e jetës së gjithë secilit. Por le të marrim shembull Zotin, i cili edhe pse në kryq nuk është i përqendruar tek vetja e tij. Ai krijon marrëdhënie, një marrëdhënie të re mes njerëzve. Nga kryqi lind kisha lidhje të reja të njerëzve. Ai dëshiron të sjellë botës një tjetër formë marrëdhënieje, jo thjesht biologjike, jo nga lidhje gjaku, por nga ndërgjegja, nga zemra, si zgjedhje personale dhe jo instinktive. Zoti thot se vëllai dhe nëna ime është ai që zbaton fjalën e Perëndisë. Pra marrëdhënie vlerash e idealesh të përbashkëta. Kjo është shumë e rëndësishme për jetën tonë. Nuk mund të jemi të krishterë të vërtet nëse jetojmë të izoluar. Zoti Krisht për mbi kryq na thërret në marrëdhënie, në përgjegjësi për tjetrin. Thënia e katërt e përshkruar nga ungjillor Mateu dhe Marku thot: Perëndia im përse më braktise, Ili, lama sabakthani. Sa herë që dëgjojmë këtë klith, mendojmë të gjithë që Krishti si njeri i drejtohet Perëndisat në këtë moment kritik për jetën e tij. Krishti përjeton atë që njeriu shpesh ndjen, heshtjen e Perëndisë. Kjo është një nga përbojat më të vështira shpirtërore. Momente kur duket sikur Perëndia mungon në hallet tona. Zakonisht në këto momente të vështira në njerëzit, po për më tepër ne që mendojmë se jemi besimtar të krishterë, mbyllemi shpeshherë brenda zemrës sonë, bëhemi më introvert, qëndrojmë vetëm dhe heshtim, sepse ndjejmë një dhimbje ose një hidhërim të madh. Por ndryshe nga ne, Krishti bën të kundërtën. Kjo thirrje e tij nuk është një shprehje dobësie natyrës së tij njerëzore, as një klithëm dëshpërimi dhe as një frazë rastësishme, por një lutje e drejtuar Perëndisë. Krishti brenda kalvarit të mundimshëm të pësimeve fillon e lutet me një lutje të shkëputur nga psaltiri Davidi dhe konkretisht nga Psalmi 21. Citoj: O Perëndi, Perëndia im, hidh sytë tek unë, përse më braktise. Larg shpëtimit tënd janë fjalët e vuajtjeve të mia. Perëndia im do të thërres ditën e nuk do të më dëgjosh, do të thërres edhe natën dhe nuk do të më merret kjo për marrëzi.
Krishti lutet tek Perëndia atë dhe shpreh agoninë e tij, ankesën e tij, dhimbjen e tij si njeri, por njëkohësisht dhe mirëbesimin tek ai. Dhimbjen e tij e bën lutje dhe dobësinë e kthen në forcë. Ky psalm i mbushur plot emocione mbyllet jo me zhgënjim e hidhërim, por na mbush me shpresë për të pasur besim më të fortë tek Perëndia. Të kemi lutjen si mburoj të fortë që mposh do armike kundërshtar, që ngroh zemrën dhe tërheq hirin e Zotit për brenda nesh. Thënia e pestë është e shkurtër, e shkëputur nga Ungjilli sipas Joanit, ku Krishti thotë se kam etje. Krishti me të vërtetë si njeri kërkoi ujë dhe pati etje, sepse trupi i tij përjetoi një varg vuajtjesh të thella fizike. Duart dhe këmbët u shpuan me gozhd, duke shkaktuar dhimbje të forta dhe humbje gjaku. Trupi u shtri dhe u tendos mbi kryq, duke i vështirësuar frymarrjen deri në asfiksi. Kurizi ishte i plagosur nga fshikullimi i mëparshëm. Koka me shpimet e gjëmbave të kurorës dhe fytyra e goditur nga shpullat dhe rrahjet. Në fund, brinja u shpua me shtiz, nga e cila doli gjak dhe ujë. Në tërësi trupi pësoi dhimbje të skajshme, raskapitje dhe vdekje të ngadalt si pjesë e një flijimi të plotë. Por në këtë rast, kur Krishti thot kam etje, nuk flet vetëm për një etje biologjike trupore, por një etje për Perëndin. Etje për drejtësinë e tij, etje për mbretërinë e tij, etje për fitoren mbi vdekjen. Në atë moment, nuk ja shuajt jetjen dot asnjë njeri, madje i dhan uthull dhe vrerë. E njëjta gjë ndodh dhe me ne në jetën e përditshme. Bota me gjithë gjërat e saj nuk mund të na heq etjen. Thjesht na qeras me gjëra që të lejnë prapë të etur. Dhe mbase na i shtojnë edhe më shumë atë. Por Perëndia ka etje për secilin prej nesh, etje për dashurinë tonë, etje për kthimin tonë. Kjo na trondit, sepse zakonisht mendojmë se vetëm ne kemi nevojë për Perëndin, por kryqi na tregon se Perëndia na do neve. Dhe pyetja që lind është, sa i përgjigjemi ne kësaj dashurie? Thënia e 6 dhe më e shkurtër është shkëputur nga ungjillor Joani, ku Krishti thot, u krye. Kjo është fjala e përmbushjes së planit të shpëtimit për njerëzimit. Gjithçka që ishte premtuar realizohet. Dashuria nuk u ndal në mes, por shkoi deri në fund. Prandaj kryqi, që duket si dështim, është në vetvete dhe në të vërtetë një triumf. Triumf jo i forcës, por i dashurisë, jo i pushtetit, por i vetë sakrifikimit dhe i vetë dhurimit. Kjo na mëson e të gjithëve se jeta e vërtet nuk arrihet duke marrë, por duke dhënë. Dhe thënia e 7 dhe e fundit e Krishtit sipas ungjillor Lukait thotë se në duart e tua o Atë dorëzoj shpirtin tim. Kulminacioni i gjithë këtij procesi është dorëzimi. Krishti ja dorëzon gjithçka Atit, jo me frikë, por me besim. Dhe kjo është forma më e lartë e jetës shpirtërore, të dorëzosh veten në duart e Perëndisë. Jo vetëm në momentet e lehta, por sidomos brenda errësirës. Këtu na shfaqet mirëbesimi absolut i Krishtit tek Perëndia. Rrugëtimi drejt Krishtit nuk është vetëm një rrugë e drejtë, por një rrugë e shkallëzuar me uljet dhe ngritjet e tij. Duke u dorëzuar tek Zoti, çdo gjë dhe gjithë ecuria e jetës sonë bëhet më e lehtë dhe më e bukur. Të dashur vëllezër dhe motra, këto 7 thënie nuk janë thjesht fjalë të kryqit, janë një udhë për jetën tonë. Na mësojnë të falim që të shpëtojmë, të shpresojmë që të mos dëshpërohemi, të duam që të mos izolohemi, të qëndrojmë në errësirë me besim, të përgjigjemi dashurisë së Perëndisë,
të jetojmë duke u dhënë dhe të dorëzohemi plotësisht në duart e tij. Kjo është rruga e kryqit dhe kjo është rruga e jetës. Dhe tani, në këtë heshtje të së premtes së madhe, le të ndalemi për një çast. Le të mos themi shumë, le të dëgjojmë, sepse kryqi nuk kërkon vetëm fjalë, por përgjigje. Jo përgjigje me fjalë, por përgjigje me vepra. Dhe nëse i dëgjojmë vërtet Krishtin sot, atëherë një gjë do të ndryshojë brenda nesh. Do të fillojmë të falim më shumë, të duam më thellë, të besojmë më fort. Sepse po shohim se si Perëndia na deshi deri në fund. Sepse kryqi nuk është fundi, është fillimi, është porta e heshtur nga e cila lind ngjallja. Amin.